Horoskopi ditor, 9 dhjetor 2025, Dashi, sot je me gjithë mendje e zemër të gjërat që të japin kënaqësi. Hëna të ndes krijimtarinë, humorin e mirë dhe dëshirën për të shprehur lirshëm. Ndihesh më i qetë, më në ekuilibër dhe më i hapur me njerëzit përreth. Ke më shumë vetbesim në shoqëri dhe e ndjen që energjia jote po rritet. Mund të marrësh kontrollin e një situate, të japësh ide dhe të tregosh anën tënde të fortë. Edhe në marrëdhënie, qoftë dashuri ose miqësi, dita të çon një hap më tej, një bisedë, një dëgjim i sinqert, një mbështetje e vogël, mjafton për të forcuar lidhjet. Instinkti për të kuptuar të tjerët funksionon shumë mirë sot. Ditë të dallosh çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, pa u mashtruar nga emocionet të tepruara. Je optimist, por njëkohësisht realist, kombinim perfekt për të bërë zgjedhje të mençura. Në pak fjalë, ditë e bukur për krijimtari, shoqëri dhe harmoni. Dita ecën në favorin tënd. Demi, sot ke nevojë për qetësi, për shtëpinë tënde, për njerëzit e zemrës. Hëna ndalet të shtëpia jote shpirtërore dhe të shtyn të kërkosh rehati, ngrohtësi dhe pak pushim nga shurma e përditshme. Dita është ideale për të vënë rregull në jetën personale, qoftë në shtëpi, qoftë në mendime. Kur arrin ta bësh këtë, të jep forcë dhe të qetëson. Je në një moment të mirë për të shëruar shpirtërisht, për të hequr stresin dhe për të rikuperuar. Edhe ndjenjat e thella, ato që zakonisht i shtyn mënjan, sot duken më të lehta për t'u përballuar. Punët që i bën larg syve, qet të ecin më mirë se zakonisht. Sa më shumë të kuptosh veten, aq më qartë i sheh gjërat. Një bisedë e thjeshtë me dikë të afërt mund të të çlirojë mendjen dhe të jap stabilitet. Thelbi i ditës, mos u nxit. Ec me qetësi, me ritmin tënd. Perspektiva afatgjatë dhe durimi janë arma jote më e fortë sot. Binjakët, sot mendja jote nuk rri rehat. Do lëvizje, biseda, informacion, njerëz, ide të reja. Hëna të ndes kurreshtjen dhe dëshirën për të folur, për të ndarë, për të lidhur me të tjerët. Je në energji të mirë për komunikim. Mund të jesh gjithë ditën në lëvizje, duke bërë disa punë njëkohësisht dhe çuditërisht ja del je i zgjuar, i vëmendshëm dhe ditë i kapësh shpejt gjërat. Edhe një koment i vogël apo një bisedë e shkurtër sot të sjell kënaqësi. Nëse prej disa kohësh je mbyllur në punë ose projekte personale, sot është dita për t'u hapur pak. Hidh syt rreth e qark, kërko mundësi të reja, lidhu me njerëz. Edhe dëshirat e tua të fshehta. Ëndrat që ke pasur në mendje, sot ngrihen më qartë në sipërfaqe. Dita është e mirë për të krijuar lidhje të reja ose për të forcuar ato që ke. Thjesht dëgjo, mëso dhe lejo veten të jesh i hapur. Kur i sheh gjërat nga këndet e të tjerëve, vizioni yt zgjerohet. Njerëzit sot të shohin si të afërt, të besueshëm dhe të lehtë për të shoqëruar. Thelbi, ke mendjen e ndezur, zemrën e hapur dhe fjalën e ëmbël. Sot çdo lidhje ke në dorë ta forcosh. Gaforja, sot je më i lidhur emocionalisht me çështjet e parave, punës ose sigurisë së jetës. Por kjo nuk të pengon, përkundrazi, të fut në një mendësi më praktike dhe më të kthjellët. Kjo energji të ndihmon të bësh hapa të mirë drejt qëllimeve të tua, edhe pse je i përfshirë emocionalisht, sot ditë i kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të vendosësh çfarë është më e rëndësishme për ty. Mund të marrësh mësim nga dikush me përvojë, ose vetë të japësh një këshill me vlerë për dikë tjetër. Sot e sheh shumë qartë që forca ndahet dhe nuk humbet, përkundrazi, kur bashkëpunon, fiton më shumë. Dita është e fortë për të ushqyer një projekt. Një ide, një punë, një karrierë që ke në mendje. Ke më shumë durim, më shumë vëmendje dhe më shumë aftësi për të marrë mbështetjen e të tjerëve. Bashkëpunimi sot realizohet më lehtë dhe me më shumë mirëkuptim. Thelbi i ditës, përdor praktikën, qetësinë dhe bashkëpunimin. Kjo është dita kur një hap i vogël mund të çojë më afër stabilitetit që kërkon. Luani, sot hëna qëndron në shenjën tënde dhe të ndes nevojën për vëmendje, ngrohtësi dhe pak dashuri nga njerëzit që kanë rëndësi për ty. Do të ndihesh i parë, i dëgjuar dhe i vlerësuar.
Je më i hapur emocionalisht dhe ke dëshirë të shprehesh, mendimet ti ke të qarta dhe di të thuash trosh çfarë do edhe bisedat me të tjerët sot shkojnë më thellë. Nëse ndan një kujtim personal, një ndjenjë, një pasiguri, lidhjet me njerëzit e afërt forcohen. Të bën mirë të hapesh pak, edhe nëse nuk e ke gjithmonë të lehtë ta tregosh anën tënde të brish, mund të vinë një njeri që të jep një ide, një mbështetje ose një shtytje që të frymëzon. Dita të kujton që je më afër ëndrave të tua se sa mendon. Forca të kthehet, besimi rritet dhe e sheh që gjërat mund të realizohen. Thelbi, hap zemrën, fol sinqerisht dhe mos u trem nga brishtësia. Sot kjo të afron më shumë drejt qëllimeve dhe njerëzve që vërtet të duan. Birgjëresha, sot ke më shumë nevojë për qetësi, për pak distancë nga zhurma dhe për të mbledhur veten emocionalisht. Trupi dhe mendja të kërkojnë një pauzë. Hëna të thotë të ngadalësosh, të pushosh dhe të marrësh forcë, e shikon me sy më të mpret një situatë që ndoshta deri dje dukej e thjeshtë. Zbulon më shumë shtresa, më shumë të vërteta, dhe kjo të ndihmon të kuptosh se ku duhet të fokusohesh. Sot është ditë e mirë për të parë brenda vetes, për të reflektuar dhe për të qetësuar një problem që të ka rënduar. Je në moment të mirë për kërkime, për analizë të thellë, për të kuptuar lidhjet e ngushta ose nevojat e tua intime. Kur ofron mbështetje ose e merr prej dikujt, marrëdhënia përforcohet. Kjo ditë të çon drejt një kuptimi më të qartë të ndjenjave të tua, asaj që të mungon ose asaj që të duhet. Mund të ndihesh edhe krenari për njerëzit që ke afër dhe për sistemin e mbështetjes që ke ndërtuar. Në jetën personale, sot je ti që e merr drejtimin me qetësi dhe maturi. Thelbi, tërhiqu pak nga zhurma, dëgjoj veten dhe bëj paqe me atë që ke brenda. Kjo është dita jote për forcim të brendshëm. Peshorja, sot hëna të shtyn të mendosh për të ardhmen. Dëshiron të planifikosh, të vendosësh synime dhe të gjesh rrugë se si t'i realizosh. Ke një energji që të orienton drejt së nesërmes, jo te problemet e djeshme. Në fakt, sot je në një ditë të mirë për të lënë pas gjërat që të kanë rënduar. E dallon shpejt se ku është problemi dhe po aq shpejt e kupton se çfarë duhet hequr qafe. Intuita të punon fort, mund të krijosh lidhje të rëndësishme, qoftë me miq, qoftë me njerëz që ndajnë të njëjtat ide si ti. Komunikimi të shkon lehtë, harmonia vjen natyrshëm, dhe nëse ka pasur keq kuptime, tani është momenti t'i rregullosh me një bisedë të thjeshtë. Dita ka shumë vlerë për shkëmbim idesh. Një mendim, një sugjerim, një bisedë e hapur mund të të ndihmojë të shohësh gjërat më qartë. Thelbi, planifiko, hapu, bashkëpuno. Sot është ditë që të ndihmon të ecësh më qetë drejt ëndrave të tua. Akrepi, sot hëna ndriçon fushën tënde të karrierës dhe imazhit publik. Je më i vetëdijshëm për mënyrën si të shohin të tjerët dhe ku mund të përmirësohesh. Ke motivim të fortë për të çuar përpara një projekt, një detyrë ose një synim të rëndësishëm. Reputacioni yt mund të ngrihet, thjesht sepse sot e kupton më qartë vlerën tënde, si për vete, ashtu edhe për të tjerët. Nëse ke devijuar pak nga rruga kohët e fundit, sot është dita ideale për t'u kthyer në drejtimin e duhur. Të jep kënaqësi të merresh me punët praktike, të rregullosh gjërat, të vendosësh rend dhe qetësi. Ndihesh më i sigurt sa më shumë që kujdesesh për bazat e tua, financat, stabilitetin, të ardhmen. Thelbi, sot ndriçon puna, disiplina dhe imazhi yt. Jep maksimumin dhe dita të shpërblen. Shigjetari, sot hëna të çon drejt gjërave që të hapin mendjen dhe shpirtin. Ke dëshirë për diçka të re, një ide, një bisedë, një përvojë që të ndez energjinë. Gjithçka që të zgjeron horizontet sot të tërheq, mund të vijë një frymëzim i bukur nga një bisedë e rastësishme, një takim, apo edhe nga dikush në rrjetet e tua shoqërore. Njerëzit e shohin dritën, optimizmin dhe sinqeritetin tënd. Mund të krijosh një lidhje të veçantë me dikë që të kupton dhe të frymëzon. Bisedat dhe ndërveprimet sot janë të vërteta, të ngrohta dhe të vlefshme. Dita të shtyn të mendosh për shëndetin, lumturinë dhe mënyrat se si mund të përmirësosh jetën tënde, pak nga pak, në mënyrë të qëndrueshme. Thelbi,
kërko terren, hap mendjen dhe lëviz me qetësi drejt një jete më të mirë. Sot frymëzimi të vjen natyrshëm. Bricjapi, sot hëna të prek thellë. Të nxjerr në sipërfaqe ndjenja të forta dhe të kujton lidhjet e rëndësishme në jetën tënde. Ke energji të mirë për çështje familjare, punë shtëpie, financa të përbashkëta ose marrëdhënie të ngushta. Sot je më i lidhur me nevojën për siguri, stabilitet dhe rehati. E kupton ku je mirë dhe ku duhet të përmirësosh. Mund të ndërtosh më shumë afërsi me dikë të rëndësishëm, ose edhe me veten, duke pranuar dëshirat e tua të brendshme pa frikë. Është ditë shumë e mirë për sinqeritet. Të bën mirë të thuash troç si ndihesh, pa e zbukuruar. Kujdesi që u jep të tjerëve, gatishmëria për të qenë i pranishëm dhe i përkushtuar, të jep kënaqësi dhe të forcon lidhjet. Sot i dashur bricjapi, fitojnë ndjenjat e thella, sinqeriteti dhe kujdesi. Përmirëso një lidhje, përmirëso edhe veten. Dita të mban fort. Ujori, sot jeni shumë të fokusuar tek marrëdhëniet dhe mbështetja që merrni nga të tjerët. Mendja juaj është tek lidhjet dhe partneritetet dhe ndjeni nevojën për të ndjerë harmoninë dhe balancën në marrëdhënie. Sot është koha për të vënë theksin tek bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe komunikimi i hapur, besimi dhe vlerësimi që tregoni ndaj njerëzve rreth jush do t'i forcojnë marrëdhëniet. Nëse ndihmoni një mik, ndani një ide apo thjesht jeni aty për dikë, kjo sjell energji pozitive dhe ju bën të ndiheni më të motivuar dhe produktiv. Komunikimi juaj sot është i ngrohtë dhe personal, dhe kjo krijon një atmosferë të këndshme për biseda të sinqerta dhe lidhje më të thella. Në planin profesional ose në aktivitetet të përbashkëta, kjo ditë ju ndihmon të punoni më mirë me të tjerët. Bashkëpunimi sot ka një efekt të fuqishëm, ju ndihmon të kuptoni më mirë nevojat tuaja, të vini rregulla të qarta dhe të ndërtoni marrëdhënie që do të jenë të qëndrueshme në të ardhmen. Energjia pozitive që merrni nga lidhjet tuaja ju mbush me besim dhe optimizëm. Kjo ndikon tek çdo gjë që bëni sot. Peshqit, sot mendja dhe energjia juaj janë të fokusuar tek puna, zakonet dhe rutinat tuaja. Nuk është ditë për të kërkuar vëmendje ose për të shfaqur vetveten, sepse kjo mund t'ju shpërqendrojë nga gjërat që kanë rëndësi. Ndjenja e qëllimit dhe e përgjegjësisë ju motivon dhe ju bën të ndiheni më të fuqishëm. Organizimi dhe rregulli janë armët tuaja sot. Nëse i rregulloni gjërat dhe planifikoni hapat tuaj, do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt. Është koha e duhur për t'i lidhur pjesët e ndryshme të jetës suaj, për të përmirësuar rutinat dhe për të ndërtuar diçka që ka vlerë për të ardhmen, gjithashtu, kur nuk jeni duke punuar. Përfitoni nga mundësia për të mësuar nga të tjerët. Dëgjoni me kujdes, shikoni si bëjnë të tjerët dhe merrni ide që mund t'ju ndihmojnë të ecni përpara. Sot çdo hap i vogël për të organizuar dhe për të përmirësuar jetën tuaj ka rëndësi, dhe procesi vet mund t'ju sjellë kënaqësi. Në fund, kjo është një ditë ku përqendrimi, rregulli dhe mësimi nga të tjerët mund t'ju bëjnë të ndiheni të fuqishëm dhe të përgatitur për hapin e ardhshëm. Energjia juaj sot është si një motor i brendshëm që ju shtyn drejt rezultateve të qëndrueshme.